Misha, të shtoja një element të rëndësishëm. 10 ditë më parë, presidenti Vučić ishte në Bruksel, i ftuar nga Euronewsi, përsa i përket procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe aty ai bëri një deklarat kur tha: "Depot tona janë plot dhe prodhojmë shumë. Nuk dua të shihem si dikush që furnizon palët ndërluftuese, por municioni është i nevojshëm në Europë. U kam ofruar miqve tanë në BE të nënshkruajnë kontrata me ne dhe të marrin gjithçka kemi." E menjëhershëm ishte reagimi i zonjës Maria Zaharova, zëdhënëse së Ministrisë së Jashtme, kur ajo deklaroi: "Kur lexoj intervistat e presidentit të Serbisë, pyes veten nëse ekziston vetëm një Vučić, sepse krijohet përshtypja se këto intervista jepen nga njerëz krejt të ndryshëm. Dëgjojmë deklarata të caktuara nga ai kur është në Moskë dhe kricis të ndryshme nga ai kur flet nga pika të tjera gjeografike." Po, është vërtet dhe për më tepër Vučić në ato deklarata shtoi edhe që nuk e përjashton një diçka që nuk e ka deklaruar më përpara. Ai ka deklaruar që nuk mund të përjashtonte faktin që Serbia mund të ndërmerrte sanksione kundër Rusisë në të ardhmen. Nuk është për të përjashtuar ky variant, deklaroi Vučić. Përveç kësaj. Dhe si Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë Jashtme, ashtu dhe Shërbimi sekret rus deklaruan që me predhat serbe po vriten ushtar rus. Në një kohë kur pastaj fillon historia se sa herë Rusia ka ndihmuar, ka shpëtuar dhe ka siguruar ekzistencën e Serbisë në histori. Pra është një pabesi që konsiderojnë rusët nga e serbëve dhe Vučić është mishërimi i kësaj pabesie. Misha, më